shumë e veçantë ka qenë vizita kësaj herë në Prishtinë, në vigjiljen e ditës kombëtare të pavarësisë Kosovës, pas bombës prokurorëve të Hagës mbi Kosovën, si dhe po ashtu pas votbesimit të qeverisë së re të Kosovës në Kuvendin e Republikës Kosovës. Sebebi i kësaj vizite ishte ftesa e një miku të kahershëm dhe një burri fisnik nga Prishtina, profesor Ahmet Shales, në promovim e librit të tij Kur heshtja flet. Një libër që duhet lexuar për të mësuar më shumë dhe kuptuar më thellë mbi procesin në Hag kundër udhëheqjes së ushtrisë shqiptare të Kosovës. Por takimet me presidenten Vjosa Osmani dhe kryeministin Albin Kurti ishin tejet pozitive, qoftë për nga këndvështrimi i harmonizimit të angazhimeve ndërkombëtare me Vjosën, qoftë për nga këndvështrimi i rritjes bashkëpunimeve kombëtare me Albinin. Qershia mbi tort ishte bashkëbisedimi me studentët e Universitetit Hasan Prishtina dhe me nxënësit e gjimnazit Sami Frashëri, të cilët i ftova me shumë ngrejtësi në Tiranë për të vazhduar komunikimin tonë të filluar më herët. Ndërsa të nesërmen, më 17 të shkurtit, telefonata e përvitshme e urimit të pavarësisë që marrë nga Haga ishte posaçërisht emocionuese këtë herë, pas asaj çmendurie të prokurorisë speciale. Por zëri i komandantit nga burgu i padrejtisë ndërkombëtare ishte realisht, sinqerisht, më i qetë se asnjëherë. Në fillim e në fund bisedës, Hashimi më përsëriti fjalinë: "Unë e kam fituar për jetë lirinë dhe kudo të ndodhem, atë nuk ma merr dot kurrë askush."